Të nderuar dëgjues të programit të Drejt për Drejt, Mirëmëngjes Shkodër. Ju përshëndes përzemërsisht. Natyrisht dëshira që kjo ditë të shkojë mbar është për të gjithë ne. Ndaj ju auroj këtë. Sot në studion time kam nderin të kem njerëz të nderuar të qytetit tonë. Sepse ata punojnë në një lulishte të madhe, jo thjesht lulesh, sepse lule i quajnë fëmijët, por një lulishte të kultivimit të talenteve. Prirjet e fëmijëve zhvillohen hap pas hapi dhe shpesh ne shohim se aty ato marrin flatra, marrin jetë, mbështeten së pari, nxiten dhe u jepet mundësia që të shprehin vetveten. Flasë kështu sepse nuk mund të jetë ndryshe, kur një institucion i tillë si Qendra Kulturore e Fëmijëve kultivon çdo herë, vit pas viti, me dekada të tëra, talentet e këngës, por jo vetëm. Dje u finalizua Bilbilat e vegjël në Shkodër këndojnë, edicioni i 26, më shumë se një çarek shekulli. Është që ky institucion i interpretuesve të këngës bulon me talente, me cilësi dhe me ecurinë e artistëve që më vonë shpesh shumë prej tyre marrin rrugën e këngës apo dhe të artit e të muzikës. Ndaj dëshiroj që sot të ndalemi në këtë eveniment, sepse është Qendra Kulturore e Fëmijëve ajo që i realizon të tilla projekte, kompeticione të mrekullueshme, sepse aty është mjeshtri i madh Kujti Malia, së bashku me stafin e tij mbështetës. Ndaj sot në studio kam nderin të kem mjeshtrin e madh Kujti Malia, drejtori i Qendrës Kulturore të Fëmijëve. Mirëmëngjes Kujti, mirë se keni ardhur. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën dhe për mundësinë me komuniku me dëgjuesit tuaj dhe ikushtësisht bashkëqytetarët e mi më gjerë. Së bashku është bashkëpunëtori, njëri prej bashkëpunëtorëve tuaj, të stafit tuaj, zoti Ermir Zoga, përgjegjës i artit në institucionin tuaj. Faleminderit për ftesën. Urime dhe përgëzimet më të mira, besoj se shprehu kështu edhe të gjitha ato urime që ju janë bërë me finalizimin e këtij koncerti të mrekullueshëm që ishte finalja e Bilbilave të vegjël në Shkodër këndojnë. Ishte një festë mrekullueshme, apo jo? Besoj se ndjeheni mirë. Mas çdo eventi ose mas çdo vëmëndarie për të qenë më saktë, njeriu ndihet mirë, po them kur realizon ato pikëqënime që i ka vu vetës. Ne si institucion e nisim vitin, se kështu më pëlqen me thonë, vitin mësimor dhe atë të vërmitarive një lloj si shkollat. Punojmë pra me vitin mësimor me plan, me pikëqënime. 2020-2021. Dhe në këtë kuadër hartojmë edhe planet tona për gjithë këtë vit mësimor, që konsiston pikrisht në punën mësimore që bëjmë me fëmijët e talentuar qytetit Shkodrës, por njëkohësisht në vërmitari. Dhe kur mbaron një vërmitari dhe ato pikëqënime që ti ke vu vetës janë realizuar në tërësi, kuptohet që njeriu ndihet mirë. Pastaj duke qenë se kemi të bëjmë vërmitari, institucionin me vërmitari artistike, sportive e të tjerë, që ka impakt në publik, kur edhe e merr këtë perceptim edhe nga publiku, pra që publiku ndihet mirë, i vjen mirë që ka një vëmendari e re, i vjen mirë që janë shtu disa talente qytetit, edhe pastaj kupton që të bën më herë, mund një 2 herë më mirë. Por e gjithë kjo realizohet përmes një mundit madh, edhe në këtë rast unë gjej rastin me falënderu në mënyrë të veçantë stafin e Qendrës Kulturore të Fëmijëve, po e them e kam thonë gjithmonë, por po e them pak sa të nënvizum, sepse në këtë periudhë unë kam qenë pak më shumë në raportet e vëzhguesit, edhe këto kanë punu fort.
Janë angazhuar. Janë të trajnuar nga Ministri Kujti Malia, plus dëshirën e madhe që kanë. Pa diskutim, por nga herë është edhe me thirr Zoti, se mund është me orientu, po thirri Zoti nuk e ban dot, kështu që domethënë për fat mirë në institucionin tonë punojnë njerëz që e duan punën me fëmijët, dhe ne themi tri, por zotnia që kam kërë, domethënë i ri, por është 2011 që ka startu. Përvoj mirë, apo ja? 2011 dhe më nga kriju përvojit mirë, përvoj që pa diskutim me shpalosi edhe djetë, dhe do të thojshë që, me thënë, e patjat impact, e patjat sukses, pikrisht sepse e ka ndërtu jashtë moset mirë skemin e funksionimit të edicionit 26. E kështu të thëmë me binje. Jo për t'i bëha qifën për kështu është përrisht. Natyrisht kur ka një bashkëpunim shumë të mirë, por së pari një konceptim të mirë të gjithë organizimit, të gjithë hapave që ndërmerren për këtë gjë shumë të madhe, se të marrësh të gjithë fëmijët e qytetit, por jo vetëm, të krehësh, po e quaj me një term disi të veçantë, të gjithë mundësitë e prirjeve dhe talenteve që kanë këto fëmijë, është diçka e jashtëzakonshme. Nuk ke të bësh më me një klasë, nuk ke të bësh më vetëm me një shkollë, po janë të gjitha, apo jo? Duhet një menaxhim patjetër paraprak për të jetë gjithçka në vendin e vet, në datat e caktuara, si mjet si çdo vit tjetër, por si mjet ka kanë pak më e vështirë sepse u duhet me menaxhu edhe situatën. Edhe ashtu si çdo vit filluam me shkollat me fazën e parë, por disi i lehtësuam mësuesat sepse vjet me fëmijët e vegjël meti gara në gjys. Po, ju e vazhduat, gjithsesi e vazhduat. Do të thonë ishte një lloj orientimit për aty ku kishim met me fëmijët, edhe i orientuam mësuesat. Përveç atyne, ato tërhoqen edhe element të ri në shkollë, ku u desht patjetër me ba një punë prap të madhe, si me thonë, për zgjall kualitetet të reja. Aty kena fillu më së ndajnë gare në qendra kulturore të fëmijëve, ku ishte, thash edhe herë, disi pak e vështirë, sepse u do të mes me kalu numrin 10 në salë për t'i ndajt korrekt ligjeve. Natyrisht kjo hedh vështrimin në një traditë të jashtëzakonshme. Gjithmonë në qendrën kulturore të fëmijëve, prindër, fëmijë, lule, duar trokitje, emocione, dikush që pret nga jashtë, po nuk janë të lehta këto, po janë shumë të bukura, janë gjurmë, apo jo, kujtim, gjurmë që nuk shlyhen. Fëmijëria është gjurmë që lënë personalitetin dhe zhvillimin, e kur kjo ravizohet me shumë dashuri, është e mrekullueshme. Më ktheve atje ku ka nis pikrisht kjo analizë e shkurtë që bot, më ktheve atje ku ka fillu bilbilet e vegjël në 95. Nuk ka lind boshlek. Dhe kur them te kam parasysh sepse ka qenë konkursi këngëtarëve. Ka qenë konkursi këngëtarëve, siç edhe recituesve, dhe domethënë unë e kam gjetë në 1985 në aktivitet të mirë organizuar konkursi këngëtarëve. Por cili është ndryshimi mes konkursit këngëtarëve që i bëhen dhe bilbileve? U lidh edhe me një fakt që ne dimë që para 90-të vërmetarit kanë qenë të shumta në kuptimin në numër. Për hir të së vërtetës. Edhe pranë shkollave. Shkollat domethënë i kanë servir qytetit vërmetari pafund. Pastaj shtëpia pionerit, si quhej, pa diskutim vërmetari pafund. Erdhi një moment që kuptohet që nuk mund të funksiononte kështu, sa atëherë funksiononte me bazën e një pathemon disa direktivave, një mënyrë organizimi që ishte ndryshe. Dhe filloi të zhgarkohej nga vërmetarit, po kishte rrezik që mos kalonin planin tjetër, pastaj që nga vërmetarit shumë mos kishin fare. Në këtë kuptim. Dhe ka ekzistuar një festival ansamblesh artistike të shkollave nëntëvjeçare që ofse kujton që zhvillohet në Ndorë. Dhe si pjesë e këtij aktiviteti ishte edhe gara këngëtarëve. Por ajo mjaftohej me një gjë, domethënë shkollat respektive të qytetit të Shkodrës, si më thënë, seleksiononin fëmijët për garë dhe merrnin pjesë dhe zhvillohej me një garë konkursi këngëtarëve. Brenda ditës dhe zhvillohej. Bilbilat ka këtë specifik, si e përmendni edhe Miri,
është fillu në janar dhe tashma ju afrohet mundësi të talentumve që jo të bëjnë një garë, po të bëjnë ka raste që mundet me bëjnë. Jo, ka raste që për më artë e kjo finale që ne po, se më thanë, po shtjellojmë sot, si që ishte dje, kanë bëjnë dikun të 7-8 gara. Filtra. 7-8 gara, po që të bëjnë 7-8 gara, duhen makare 50-60 prova. Në këtë kuptim dhe me thanë, prova, gara pa fund, mrena një cikli, mrena një edicioni, emocione të fëmijëve në të skenë që gjitha rezistencë, mësohen edhe me skenën, rezistencë që krijojnë edhe pregatitje, dhe kjo është ndryshimi në mes këtyne, pra mes konkursit këngëtarëve dhe bilbive. Ju përmendet një kohë që veprimtaritë në shkolla kanë qenë të jashtëzakonshme. Dua t'i përshëndes të gjithë mësuesit sepse ato japin kontributin e tyre, por le t'i bëjmë një homazh, do thosha, gjithë veprimtarisë atyre mësuesve dhe shkollave. Më kujtohen, ndoshta duhet të kenë një listë përpara, po Lec Balca, Pierin Gjyshja, Enrik Qefa, Medi Gera, Faredin Keraj, Merita Kinkaj, Antoneta Gega, Flora Filipi, sepse përgjithsisht përpisim mas me hinë emna, dhe tash kam frikë se kur hynë emna gaboj. Jo gjithmonë gabohet sepse duhet kesh një listë përpara. Por një plejat të Rik baba më duket. Zotni Riko. Po diskutim. Shkollat 11 janar. Po ka qenë i brez dhe para se ma se përmend me qysh se kena fillu se ne jemi bashkosa. Po ka dhe para nesh shumë të fuqishëm. Por ama po them një gjë. Për i mend kanë qenë heroj. Po diskutim. Dhe kanë punu kushte edhe të vështira, por kjo nuk e zbe edhe kontributin e mësuesve të sotëm, sepse ne trajtojmë se atje po edhe pak edhe me humor, do të thënë, besoj se bëjnë këherë më shumë se duhet nga vështirësitë e momentit. Do të thënë se një mësues sot punon 5 shkolla, dhe i s'ka ngem as mi perceptu në zanësit e një shkolle, se i duhet sa tenton mi perceptu me shku në shkollën tjetër. Që në këtë kuptim, besoj që shpreh mendimin edhe Dermirit që mësues të muzikës edhe sot ne duhet t'i falderojmë, sepse me të drejtën në kushtet që punojnë bëjnë shumë. Dhe miri është dashur disa faza që të seleksionohen këto këngëtarë, disa filtra si që përmendëm, apo ja? Kur thu numri 7, duket shumë, duket edhe pak, por duke mendu që vetëm një fazë kërkon një punë shumë të madhe, sepse do të merren gjithë shkollat dhe do të shifen gjithë ato fëmijë, vetëm një fazë mund të shkojnë rreth 2 muaj apo punë, si thënë, a kupton? Kështu që për ne është një punë e madhe, por kur arrin dhe seleksionon dhe si më thënë dalim në fazën tjetër, është një fitore e madhe. Pra, numri 7 thash edhe herë duket pak, por është një punë kolosale për të mërrit te faza tjetër. Sa dëshira të bukura kanë fëmijët për të këtu, apo ja? Shumë, patjetër. E shoh, si më thënë, dëshira për të kaluar në fazën tjetër është tejet e madhe e fëmijëve. Ka shumë emocione. Shumë emocione, dhe kjo është me fjalë që fëmijët edhe mësohen me skenën, po mësohen edhe me emocionin, janë përballë garuzëve. Edhe kjo i bën që nesër mas nesit kur dalin skenat maja, ato janë të fortë, nuk janë të vogtë në skenë. Është një përgatitje graduale në të gjitha aspektet artistike. Në fakt duhet të jetë një numër shumë i madh i përfshirë në këtë kompeticion që nis nga fëmijët që seleksionohen. Ta shikosh, pa përmend numër, ta shikosh, ato janë gjithë fëmijët e qytetit, shkollës, sepse fazën e parë e bajnë mësuesat me gjithë klasat. Kështu që është aty përfshihet e gjithë Shkodra, si thosh. E gjithë Shkodra. Në fakt këngët që ata këndojnë janë të përzgjedhura prej tyre apo është mendimi dhe i trajnerit, të mësuesit, i specialistit? Në fazat e para mund të jetë pak e lirë në kuptimin e fjalës që fëmia ka dëshirën e vet për të përzgjedhur materialin.
vjen në fazën e dytë që e quajmë ne, por që është faza e parë për ne në qendrën kulturore të fëmijëve, vjen prezantohet me këngën që ai e ka zgjell, po ndoshta edhe me këshillën e mësuesit patjetër, se mësuesi ka të bajnë shumë. Por në fazat në vazhdim pastaj janë specialistët që ne punojmë në qendrën kulturore të fëmijëve që merren enkas me Më shumë jeni të orientuar te kënga për fëmijë apo sugjerimi jon gjithmonë është që të merren me këngën për fëmijë, aq më tepër që sot edhe këngët janë me teknologjinë që ka ardhur sot në kuptimin e fjalës, edhe nuk mungon as kënga e bukur, po as teknologjia flas e orkestrimit, gjë që bashkohet komplet me muzikën e huaj është e njëjtë në kuptimin e fjalës. Tendenca tek të rritunit është pak për të shku te kënga huaj, megjithatë si jet kam vurë re që janë kthy shumë tek kënga shqiptare. Kjo mungesa në vitet e kaluara ndoshta që kanë najt pak te kënga huaj nuk është sepse s'kena ne këngë të bukura, por ndoshta mungon pak baza materiale, pra bazat muzikore kanë mungu dhe normalisht që ato dojnë me shpalos vetin me diçka të fortë teknikisht dhe nuk kanë pas baza muzikore të mjaftueshme për ta shpalos atë me këngët tona. Në fakt ndërkohë që sot kanë fillu po i hellin pak edhe në YouTube materialet muzikore që edhe kjo i ka nimu na ka kthy pak te kënga jon. Në fakt aftësitë vokale të një fëmie mund të përballojnë një këngë të madhe, të huaj. Ju si specialista si e shihni këtë? Dy janë ko kjo medalje, dhe me thënë, gjithmonë është pik me dy presa që do të thotë. Mirë është që fëmijët me ndajt e fëmijët, si që tha dhe Ermini në fillim, fëmijët me ndajt e fëmijët e bota atyre, se kënga atyre është e destinuar për ta, aq më shumë kur kena të bëjmë që me i traditë shumë fuqishme të këngës shqiptare për fëmijë, që e thënë me bindje, ka bërë revolucion në 20 vjeçarin e fundit, me kontributin e emnave më të mëdhenj muzikës shqiptare gjithë trevave shqipfolse, dhe ekziston pra një fond i artë i këngës shqiptare për fëmijë që i furnizon mirë fëmijët që të rrinë mirë, por edhe me kërkesat e teknologjisë që kërkon koha edhe në muzikë. Por ka një gjë që domethënë mjetet e komunikimit janë kaq të fuqishme sot për çohen domethënë arritjet edhe të fundit vijnë, edhe arritjet e fundit në botë në fushën e këngës, kështu që tendenca e një grupi fëmijësh se të na kjo është specifike, se dhe ne përpiqemi me rujt fëmijët, si më thënë t'i rrinë te bota e tyre, por çano bilbilat i jep mundësi një fëmije dje bisedojshim që të fillojnë kopsh dhe të marrë klasën në nëmë. Me të fillojnë kopsh, marrë klasën në nëmë, që 6 muaj rresht të merret me gar çdo ditë. Atëherë çano. Dhe nuk mbaron sepse kemi festivalin më pas. E marrë kopshin e këngë fëmijësh, parën, dytën, tretën, katërtën, pestën e ka marrë me këngë fëmijësh. Ai s'don, domethënë, do të shkojë te kënga pak më e madhe, te kënga të rritunve, sepse e ka kriju teknikën, ka kriju sigurinë, ka kriju rezistencën dhe ja mundson, jo të gjithë, po të fëmijët e veçantë pastaj, që plotson në mënyrën më të mirë të mundshme edhe kërkesat e një këngë të rritunve. Realizon do thosha në mënyrën më të mirë të mundshme. Pastaj kur futen 1, 2, 3 që janë pak më të mëdhenj, ndodhe që tha Ermiri, pastaj shkojnë të imitojnë njëri tjetrin dhe tentojnë ton pastaj që ta synoj edhe unë këtë këngën e madhe, këtë këngën, po i them unë, që pëlqejet nga gjithë brezat. Por këtu ka një rrezik tjetër pastaj që në një moment e pa më dhe dje, që zërat e bardhë teknikisht mund ta thonë pastaj Miri sepse e ka hasi fije më shumë edhe i ka njoftur fije më shumë. Zërat e bardhë tentojnë me hyrë te këto këngë të mëdha, por nuk thonë shumë. Dhe aty duhet me teknike. Ka një risk të vogël. Atë duhet tekniku që minal, domethënë. Disa zëra që piqen i fije më shpejt mund të rrinë mirë, mund të ndojnë mirë, disa jo. Megjithatë, konkretisht domethënë mundet i fije më shumë sepse i ka prek me dorë për ditë.
Ja, është ajo që thoni ju, nuk mund të shtoj shumë në kuptimin e fjalës, por ideja është që në momentet caktuar kur një za që nuk është i bardhë që po e quajmë ne, kur do me hinë në një këngë të madhe, ai del pak i zbulum, si më thënë, nuk arrin për me thënë, për me furnizu emocionin shumë. Këtu hyn vështrimi juaj, këtu hyn krahas dëshirës edhe arsyeja për të realizuar një apo një tjetër material që përtypet mirë dhe që del pastaj. Këtu dalin specialistat pastaj që japin edhe mendimet e tyre normalisht. Në fakt ju keni aktivizuar dhe aktivizoni vazhdimisht krahas stafit tuaj edhe specialista të fushës natyrisht që i ndjekin në faza të ndryshme si juri dhe me sa shoh kjo juri nuk është thjesht një si thuash një trup gjykues. Jo, është një trajner afron alternativa. Afron alternativa, sidomos në fazat e ndërmjetme, seleksionuese apo jo. Ne kemi bërë tendencë këtë, specialista shumë të mirë të muzikës në qytet, por dhe të vokalit në një mënyrë që kanë punë tani jetë me këngëtar, dhe me thënë i keni angazhu edhe njëri edhe në fazat seleksionuese. Dhe ato, përveç gjykimit që i bëjnë, afrojnë pikërisht edhe këte, alternativen, sepse sa ma shumë njerëz gjykojnë me një produkt që sjell në skenë një këngëtar, në këtë rast fëmijë, aq më i suksesshëm është vazhdimi. Dhe me thënë se afrojnë alternative, unë themi mendim, zëdije mendim, bashkohen 4 mendime, pasë mos i shkon më shumë kjo, dhe ka raste që një fëmijë nga faza parë, po një fëmijë nga faza parë, dhe në fazën e 7 apo 8, si përmeni Ermiri, mundet që më ndru edhe 5 herë këngën, edhe 6 herë. Në momentin kur kam rrit në gjysmë finale, për ne paka shumë stabilizimi i këngës ka marru. Pra, deri në atë pikë, ne kena rrit për me bën ndryshimet. Dhe erdhi finalja e shumë pritur. Ajo finale që nuk ka 2 skuadra siç ka futbolli. Ka një kampionat aty brenda asaj finale. Natyrisht shumë këngëtar e kanë profilizuar veten që në faza të mëhershme, por gjithsesi edhe finalja ishte një garë. Aty jeni dhe ju përsëri me emocione të fuqishme, edhe akoma më të fuqishme, por dhe juria që dëshiron të jetë një peshore, po e quajmë farmacie, sepse ka të bëj me ndjesi të bukura shpirti, ndjesi që shpesh dritërohen për të fituar, për të duar trokitur. Në fakt është e mrekullueshme të shkosh deri në finale, dhe për mua dhe për shumë kënd të gjitha do janë për sa i përket finales, se u bë disi ndryshe finalja, po flet ndoshta përsëri për këtë pikë, por po dosha më shtu diçka. Finalja ishte pak shumë e filtruar, për faktin nga që u banin gjithë grup moshat, u banin në një ditë. Edhe gjaj rastin që ti them edhe fëmijëve që nuk u përfshin në finale, që me shumë mundësi do të kishim edhe më tepër në finale, në kuptimin se e meritojnë realisht. E meritojnë, kam emra, po që nuk du mi përmend që e meritojnë për të kenë finale, por si me thonë, u mundu me filtru sa ma shumë, në mënyrë që në idenë që do të bashin gjithë, mos të ishin shumë kallabllek. A kupton? Sikur të ishin ditë të ndame, po atjetër që do të kishte edhe pjesëtar të tjerë që do të ishin pjesë e finales. Edhe ndoshta ajo juri specialistësh erdhi ai moment që duhet të thonin emrat, tregoni emrat, sepse të gjithë këto janë fëmijë cilësor që patjetër që nuk e lënë më kaq. Se besoj se e lënë me kaq, marrun bilbilat dhe nuk këndoj më. Jo. Shumë prej tyre unë kam pasur këtu në studio artistë të rinj, por edhe të mëtejshëm që kanë vijuar rrugtimin e tyre muzikor, e shohin pjesëmarrjen e parë tek bilbilat, ashtu të vegjël, ndoshta në kopsht. Dhe prandaj kjo finale ndoshta jep një licencë të vogël për vazhdim. Në fakt, për hir të së vërtetës janë emra cilësor që kjo juri
po e quaj humane në rrallë të parë dhe artistike njëkohësisht, i shqipton duke pritur me shumë interes. Unë po përmend vetëm 2 emra të ciklit të ullët dhe ciklit të lartë të 9-vjeçares. Është Ea Zoga, një talent që mua personalisht më ka befasuar rreth 1 vit më parë, kur ka qenë më e vogël. Ajo këndoi një këngë madhore, por që të gjithë u befasuam dhe me duar trokitje të shpirtit i dhanë një mrekulli vlerësimi, dhe Uarda Dibra, një nxënëse në shkollën 9-vjeçare në kolegjin turk Hasan Riza Pasha. Të dyja këto vajza nga kolegji Hasan Riza Pasha. Unë besoj se këto të dyja, Ea, Uarda, por dhe të tjerë, tashmë kanë një lloj pasaportet për të vijuar, sepse ju keni edhe të tjera aktivitete shumë afër. Ato pa diskutim, se më thënë që dje morën një pasaport, por të dy këto emna për mu, dhe më thënë, kanë tentu për këta pasaporten ma herët. Ka një specifik që duke qenë të dyja nxënëse të një shkolle private, mënyra organizimit të kësaj shkolle, dhe më thënë, është pak ndryshe prej shkollave publike, e morën mësimin pak vonë, dhe më thënë, në një mënyrë korrombolojnë oraret e asaj si shkollë me oraret tona të qendrës, dhe ndoshta, dhe më thënë, kjo vështirëson pak angazhimin e këtyre fëmijëve, se besoj me talentin që kanë paraqitur si vjet. Por ne kemi në hatë edhe përpara, me një mundësi më të madhe angazhimit, dhe më thënë, gjithmonë koha është, pra se shkollat private e kanë këtë gjatësinë, i takon me shku në 4 në shtëpi, 4 e gjysë, sa bëhet gati, pa ta bin print, ta bin mësuesi, pavarësisht se për ke bisedojmë, domethënë kjo vështirëson atë qenien në mënyrë të vazhdueshme në garë, në provat, dhe kjo ka arsye që ndoshta se man disa dalin më shpejt, disa dalin e marrin këtë patentën më herë. Por talenti i këtyre dy fëmijëve është e padiskutueshme, dhe ajo përbën domethënë një shtrat mirë, edhe ajo që u vlerësuan, se nganjëherë edhe vlerësimi ka të bëjë. Pavarësisht se jurit janë juri gjithmonë, dhe unë shpesh, domethënë, kur njerëzit paraqisin pak në si, them shiko, unë kam përdor 35 herë 2 70 lloje jurish në karrierën time. 35 festivale, 35 te këngëtar. Dhe asnjëherë, domethënë, ti nuk mundesh me thënë që po, juria ka marrë 10. Se në çdo rast, juria mundet me marrë 8, edhe duke qenë edhe ne në juri. Sepse arti te ka të bukur, se është subjektiv. Por ama, për atë që është ngarë, më jetë mirë kur e merë nganjëherë edhe vlerësimin, sepse besoj të dy këta emra që përmendëm, dhe po jo vetëm të dy, po gjithë tjerët që janë vlerësu, por edhe ato që janë shumë rëndësishme që janë finalist, sepse ato janë të vlerësuar, pavarësisht kush i pari i ato vetëm tash i mua kjo, qenia finalist, qenia fitues, i krijon një siguri pa diskutim, por edhe një certifikacion për të vazhduar me kërkuar në këtë fushë. Prandaj vlerësimi ka të bëjë në këtë kuptim. Por është një gjë që edhe po kam qejf me nënvizu, sepse e tha, sepse shiko, me punu me fëmijë gjithmonë ka një dhimbje për ato që seleksionohen, për ato që ikin. Do shta disa lot të nxehtë të bukur, rubin, krejt, që mbeten. Jo, shpirti i tij e din kur thet që halallek për ato që nuk ishin finale, sepse disa specifika ti kushzon. Domethënë, ne ishim e kemi biseduar gjatë, ku do ta bëjmë? Mran nuk bëhej dot atë aktivitet, nuk do të kishte atë impakt që kishte në qytet. Në qytet duhet bëhej mranda një dite. Mranda një dite, po një ditë s'mund të impenjosh njerëzit që më thënë me fillu gare në adje me varun mrandje. Kështu që të gjitha këto e reduktuar numrin, por ky e din në tanët të fazet që ka kalu se sa edhe më shpjeti për atë që s'kalojnë. Por duhet mirë kuptu se kështu ka, kjo është fazë seleksionuese, por ama ajo që është shumë e rëndësishme, dhe unë këtu do ta mbyll prapë për me lënë fjalën sepse e ka pa më afër aktivitetin, garun 29 fëmijë në këtë finale. 29 fëmijë që dolën në shesh të hapur ditën me ngarkesën e zhurmave në qytet, dhe pa
as një provë me kthysa, në një kohë që ato gjitha provat i kanë bë me bokse mazveshit. Me një teknologji ndryshe. Vinë në një ditë dhe ju paraqiten 2 kthysa dhe e merr perceptimin nga përpara si se ka bë asnjëherë provat. Pra këtë Në një ambient krejt hapun dhe komportohen shumë mirë, to 29 fëmijë dhe kanë firo jashtë masë të vogla. Kjo tregon për mundin e madh që ja bën për mi pru deri dje, sepse të dalësh në një ambient hap, pa kur një farë prove, dhe të performojnë 29 fëmijë rresht njëri mas tjetrit, dhe të mos ketë asnjë lapsus, pa diskutim është një mundi i madh që ja bën. Qysh të mësuesat deri te puna e madhe në çantë. Dhe kjo është gjithmonë një stafet, do thoja, sepse nuk reshtin. Dhe këto krijojnë shkollën e madhe që ju krijoni tek këto fëmijë, shkollën e madhe të artit. E kam fjalën këtu sepse aktivitetet nuk reshtin, pas këtij kompeticioni do të jetë festivali i fëmijëve, të cilët ju kujtim patjetër i keni hedh disa piketa, apo jo, nuk do të jetë shumë larg. Ndoshta këto vokale janë në garë tashmë, nuk kanë nevojë të ndizen, janë të ndezura. Ndoshta vinë vetë të kërkojnë mësues, a do përfshihem, a do jem, a do kem ndonjë këngë, nuk e di. Për sa i përket tash pjesëmarrësve në festivalin e fëmijëve, po a them këtu me fjalë që do të jenë edhe gjysmëfinalistët. Sepse unë i njoh kush ka rrit në gjysmëfinale dhe ka cilëtite shumë të mira që ja vlen për të qenë pjesë e festivalit. Tash për anën e tjera, kjo ka thënë që domethënë e ka bën skemën se cilët do të jenë festival. Pra festivali jo vetëm thjesht ka fillu, por tash ka edhe skemat se si duhet vazhdojnë procesi deri ditën që ta kemi në skemë. Pra është bën skema pa diskutim krijimtaria, marrëdhëniet me krijuesit, marrëdhëniet me elementet tjerë të këtij eventi të madh si është festivali, po është bën dhe skema se cilët do të jenë lojtarët që do të tentojnë. Kjo është një mjeshtri. Nuk mund të jetë ndryshe, sepse të marrësh këto fëmijë, ti formëzosh, ti t'u japësh mbështetje, ti bësh të ecin, të kenë siguri, madje të kenë shumë sukses. Kjo është një mrekulli. Dhe kjo ndodh në qendrën kulturore të fëmijëve, në këtë staf padyshim të mrekullueshëm që gëzon një respekt jashtëzakonshëm që rrezaton jo vetëm në Shkodër, por në hapësirën mbar shqiptare, është qendra kulturore e fëmijëve në Shkodër dhe mjeshtri Kujtim Alia dhe stafi i tij i mrekullueshëm që ecin në këtë rrugë. Një institucion që duhet përshëndetur, duhet respektuar me përulje, sepse nuk bën thjesht një aktivitet sa për të shunuar që u bë. Jo, ata krijojnë një shkollë, një ecuri, lënë gjurmë të një ecje të vazhdueshme të sigurt në artin, në rrugën e artit të këtyre artistëve. Nuk di, mbase shumë njerëz që na ndjekin mund të komentojnë ndjesitë e tyre në këto pjesëmarrje, ndjesitë e tyre sepse tashmë kur ke të bësh me një fëmijë, ke të bësh me familjen, me prindrit, me motra, me vëllezër, ke të bësh jo thjesht me një tifozllëk, por me një dashuri për artin dhe një kërkesë për të, apo jo. Edhe këtë e gjen shumë në shumë fëmijë, në shumë familje shkodrane, e tek mësuesit natyrisht. Nuk di, mua se mund të rrim shumë duke shfletuar histori të pafundme, suksesit të fëmijëve, emocionet tuaja, ndjesitë tuaja, sepse në radhë të parë, përveç se jeni artist, jeni njerëz me shpirt të bukur, një shpirt shumë human që ju afroni këto, ju jepni dashuri. Përndryshe nuk mund të ishte kjo ecuri. Unë e kam gjetë këtë shkollë, pra shkollën e punës me fëmijët në fushën e artit, pak edhe me gjërë dhe punë, e kam gjetë në 1985 në shtëpinë e Pionerit. E kam gjetë të shkollë, falë kontributeve të paraardhësve të mi, zotni Roberti që po i them, zotni Nardi, zotni Tonini, pra Robert Pranushi, Leonard Deda, Tonin Daia,
e mjeshtrat të tjerë që kanë punu për rreth tyne, janë përpjek me kriju një shkollë, por njëhem 2 herë më mirë që tashima e ka thujse e ka formatizu edhe një shkollë tjetër me atë që kanë pohon si mjetë e mirë. Dhe këtu njëhem mirë, sepse kur vazhdon tradita... Unë shpesherë e kam ndëgju profesorin që e përmen fillimet kur ka gjetë njënin tjetër, nërsa unë do të them tash atë që unë kam gjetë profesor kujtimin. Është histori. Është histori, pra ashtu siç ka gjetë. Libër i hapur që shkruhet çdo ditë. Unë kam gjetë profesor kujtimin që për mua është me fjalë ato 18 vjet shkollë që kam bë, si më thon, kjo është shkolla më e madhe që kam bë me fjalë. Është patjetër me fjala aty e ka marrë shkollën e vërtet. Besoj se shpreh. Por qyteti jonë ka edhe një të veçantë, mos bisedojmë. Dhe me thënë, ke pa fund futbollista po ti shohësh dhe ti marrësh pak ndjekje sepse për arsye të ndryshme, dhe me thënë nuk e ndjeki atmosferën shumë, por e ndjeki pak kampionatin kombëtar të futbollit, sidomos me këto rezultate shumë të mira të ekipit të futbollit të kohët e fundit. Edhe më ka bë mundi mirë, më po shoh. Lot Partizanit 3-4 targa Shkodrës. Lot Durrësi nga trajneri i mrekullueshëm i Mardine, dhe me thënë e në disa derte famshmit grudaj i kene ekip. Pra, ti shef të talentum fushën e futbollit gjithë ka, të talentum fushën e artit gjithë ka, sepse ky qytet i prodhon dhe fëmijët ka një dhe me thënë që kanë qef me imitu. Pra, ka kaq emra të mëllaj sportin Shkodrës që këto fëmijë si rriten, tentojnë me imitu, pra ne edhe mjafton me bicikletë, me dalën e për Shkodrën, me baj gjiro, ndër që filloj e ka Baqaleku, e sjellu ka Tepja, e del Rumullak. Ndër që këtheju me në kërë tjetër, ndër që këtheju ka Nocet, e sjellu Rumullak, me gjiro, me bicikletë, do t'i zgjesh. Dhe me thënë, pa diskutim, 20 fëmijë talentum, fushën e futbollit e në fushën e të numërit. Se shkojnë të imitu njëri tjetrin, se ky qytet vetëm boron talent dhe mjafton krijoje një pistë. Na një këtë kena bon. Kena kriju një pistë ku të ngosim prapë. Kjo pistë është pistë dashurie në radhë të parë, pasioni. Njerëz që i vendosni shpirtin punës, që nuk ka orar në punën tuaj, por ka gjithmonë vazhdimsi. Unë uroj që kja vazhdimsi. Vetëm dhe një fjali do të them, ne tash këtu, se më thënë se po hym pak në hak se nga që jemi të dytë një fushë, tash na kena edhe koleg shumë të nderuar që punojnë po kaq fort sa na, sepse ajo që janë punojnë me 3 drejtime. Dhe pahim edhe në emna tash se edhe miri mundohet murujt dhe mirë bën që mundohet murujt për emnave, edhe unë përpisem sepse ke herë të emnat gabohet, por kena të nderuar që afrojnë shumë vërmendari, ne sa kemi marru shahun edhe në këto kushte të vështira që i përmend Ermiri, në kushte pandemie ta bash në një sallë në një ambient vogël, po bëhemi gati për kampionatin e ping-pongut, po bëhemi gati që mos ta zbehim edhe kampionatet e lojrave me dorë, dhe mjafton të na japin pak spacio lishmëria. Ne kemi edhe një 3-4 kolegë tjerë atje që punojnë jashtë mosët mirë mi të gjitha, e hapin ka herë pas bordë dhe mbyllin masi arsohet Qendra Kulturore e Fëmijëve, dhe mund në veçantë ndel detyrë që mi falënderu jashtë mosët, sepse me punuar në këto institucione është sakrificë. Këtë tash i e ka provu, që është sakrificë, e ka provu vetë, se ju banda vjetë, por e ka provu edhe familja, por në të njëjtën sakrificë, me të njëjtin përkushtim, me të njëjtin punë, punojnë edhe bashkëpunëtorët tonë tjerë. Respekt shumë i madh për të gjithë ju. Faleminderit shumë, mjeshtri i madh Kujtim Alia, që ishi sot në Mirëmëngjes Shkodër. Suksese gjithmonë. Nderim dhe mirënjohje për çdo gjë që ju blatoni me kujdesin, dashurinë, me largpamësinë tuaj, ndjeshmërinë tuaj artistike, çdo aktivitet, çdo fëmijë që ecën në gjurmë në rrugën e artit. Faleminderit shumë Ermir Zoga. Një njeri shumë aktiv do të thoja në këto aktivitete, që i merrni gjërat kaq bukur dhe seriozisht duke ecur në rrugën e shkollës së Kujtim Alis. Faleminderit të gjithë stafit tuaj që pikërisht jepni të tilla kualitete. Qofshin gjithmonë të suksesshëm. Faleminderit. Faleminderit. Faleminderit edhe për jush.